Në Kosovë, më së shumti i kohëve të fundit e njohim me këngën Kush ka vajza, botën ka si një lloj arsyetimi, por Irma Libohova, emër i madh i njohur me vepra të shumta, muzikë shumë të bukur, kështu që Irma mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm. Kënaqësi të të shohim, emocioni veçantë. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe për mua. Por ndryshe këngët e Irmës dëgjohen gjithandej ku ka shqiptar, edhe më gjerë natyrisht. Faleminderit. Dhe sonte të pam këtu tek festivali i Pranverës. Ishe si eftuar speciale, si u ndjeve kur dole në skenë? Isha si eftuar dhe kam qenë dhe fituesja e këtij festivali me këngën që këndova, më duket. Dhe kujtohet viti kur ke qenë fituese? Koncerti ka filluar në 85-ën ka filluar koncerti Pranverë. Mund të ketë qenë midis 85-s dhe 87-s, nuk jam shumë e sigurt. Nuk i kam mbajtur evidenca, domethënë shënim, por që në këto vite ka qenë 85-87. 85-87 dhe nëse kthehemi në kohë diku 40 vite më parë. Po e lashtë krejt. Ti duke shumë e re, kështu që s'po i llogarisim vitet fare. Për ndryshe sonte e riktheve atë këngë bashkë me festivalin që u rikthye? Kam dashur shumë që këngët e mia, disa nga ato të bukura t'i sjell me tingujt e ri, me orkestracione të reja, me shumë pak mënyrë të kënduarit ndryshe. Unë jam prap, zëri im është prap, por domethënë duke u përshtatur edhe me kohën, gjithmonë brenda Irmës. Kam bërë disa, një ndër këto për shembull ishte kjo që është sjellë shumë bukur nga Orkestra e Radio Televizionit Shqiptar. Për ndryshe, si u ndjeve kur e krahasove gjatë këndimit, ndoshta të kujtonte ajo koha 40 vite më parë, çfarë ishte më ndryshe sonte? Më besoj që skena ka magji, ka emocion. Domethënë ti përpiqesh ti përmbledhësh ato të shkreta emocione, mirë po janë një lumë. Edhe s'është se të vëmë përpara, po gjithsesi domethënë duhet të kesh kujdes domethënë që të transmetosh në maksimum atë çka ti ke brenda që publiku të prek, të kuptojë domethënë çfarë i duket thënë dhe çfarë transmeton ti për ta. Patjetër, si të duken artistët e rinj? Artistët ka plot, ka dhe zëra të bukur, këndojnë edhe të fikin derën themi ne këtej. Vërtet. Janë shumë të mirë, sinqerisht. Kanë mënyrat e reja, se jemi në shekullin e 21. Kanë një tjetër shkollë se si këndojnë, po janë. Po në aspektin artistik? Në aspektin artistik tash janë ende të rinj, kanë rrugë gjatë për të bërë. Jo gjithmonë mund të qellojë një këngë e bukur, se nuk është me patjetër me të parën, domethënë të qellosh në shenjë. Rruga është e gjatë, kush e ka seriozisht, ka pengesa, ka rrëzime, ka ngritje, kështu që unë me gjithë zemër ja uroj domethënë të plotësohen në atë që ato i kanë vënë qëllim vetes, të qenit artist. Edhe dëshiroj. Atëherë çfarë ka të reja tashmë nga Irma, do të presim diçka? Po, shumë shpejt, po jo, s'po dua ta bëj shumë shpejt, do të jem në Kosovë për një format atje, shohim, jam duke u përgatitur. Wow, sa bukur. Pastaj kemi sezonin përpara dhe besoj këngë të reja. Unë nuk sjell vrullshëm. Unë sjell një këngë që më pëlqen mua. E që lë gjurmë të përjetshme. E vështirë është sot që të dali kënga mi ujë. E vështirë është, megjithatë kënga e bukur prap. Domethënë këngët përgjithsisht, këngët e mia kanë mbetur për një farë kohe, pastaj kanë dalë, pastaj çeka edhe kjo, e kupton mirë, po nuk jam e fiksuar që kënga ime patjetër të marrë kimi absolutisht. Nëse kënga është e bukur, unë këngën e gjithkujt e pëlqej. Çfarë do që të jetë? Kjo është shpirt artiste Irma Libohovës. Nëse kënga është e bukur, unë nuk kam harta që ky këndon jazzin, ky këndon kështu absolutisht. Nuk kam harta shihesh. Faleminderit shumë që ishe sonte me neve. Kënaqësi, faleminderit, Kosova ime dashur, ju dua.